Dale. Endri vini për çdo javë këtu? Po, vim 2 herë në javë. Vim të ënave dhe të premteve. Jeni vetëm nga Korça apo jeni nga gjithë? Jo, jemi të gjithë të përzier korçar. Kemi më shumë korçar kemi, po ka nga të gjitha vendet ka. Kemi edhe një bosnjak. Ça moshe pranoni? Moshën time jo se pranojmë. Vetëm për trajner mund ta pranojmë. Vetëm për trajner. Vetëm për trajner mund ta. Po 2 herë në javë vim me këta djemë të këtu sepse ndjehemi edhe ne më të rinj, ore. Ndjehemi edhe një më të rinj edhe këta është mirë të kalojnë kohën këtu. A boni edhe në kampionat apo kështu vetëm thjesht 2 herë në javë? Jo, 2 herë në javë, shoqëri dhe sikur të kalon pak atë rutinën e ditës, atë lodhjen e ditës edhe e nxjerrim këtu. Ashtu sikur se e kemi pasur në Shqipëri për shkak me lut me një birr në fund na esë sa. Atë e bëjmë, edhe birrën e bëjmë pak. Apo jeni në mujt Ramazan? Tash është Ramazani tash. Ja gati u bë goli atë. Çunat janë shumë të mirë. Edhe ndjen kënaqësi. Është bukur. Kurrimet e rinë ndihesh edhe më i ri. Është bukur. Edhe kemi gjetur 2 ekipe, kemi bërë 2 ekipe, një ekip unë dhe një ekip ai miku im. Me të vërtet ju jeni të 2 trajnera? Po. Okej. Po, kemi nga një ekip secili dhe asnjë nuk përzihemi, është një ekip. 6. Jo, 6-6 gjithmonë. Një ekip ja këta. Cilin keti? Këta të kuqt janë të mitë. Këto të kuq janë turp. Ja kjo do bëj gol tash. Se ka lidhje më tepër me uniformën e Skënderbeut apo me Po ka shumë që kanë uniformën e Skënderbeut, po të shikosh edhe ka të kombëtares. Por këta nuk u i veshin ashtu sepse veshin këtë vestin që ja u japin këta të kanë një vest që e kanë me ngjyrë. E kanë të kuq dhe blu, po ta shohësh. Po. Edhe prandaj nuk u ka shumë uniforma. Jo, Gjergj, jo. Goditje e bukur. Po jo, faleminderit që erdhe dhe ti. Faleminderit edhe që erdhe. Asi gjë, kënaqësi, më u ndjek gjithmonë, është krejt kënaqësi. Edhe me thënë drejtën, edhe të vish edhe të lozësh në një. Ja, do vim të lozim në javë. Se më janë ditë tek karrika e doktorit. Pasi do ta kpesëm këtë prej. Na e thirrë edhe trajnerin tjetër luaj. Shko fol pak për ekipin tënd që të mundet gjithmonë. Ekipi që mundet gjithmonë. Mos din çat themi çat. Do të thënë ju jeni me ekipin blu tash. Po. Je trajneri i ekipit. Jam trajneri i ekipit. Na prezanto pak vetveten me Ilal. Ke luajtur ndonjëherë futboll në Shqipëri? Kemi luajtur. Me cilin ekip? Jo, kemi luajtur me fshatrat, shumë me fshatrat. Unë jam nga fshatri, jo, me ekipet e fshatrave ku bënin kooperativat, bënin Spartakiada, në atë kohë. Cili është pozicioni që ke luajtur vet? Mbrojtës. Mbrojtës? Tash i cili është ekipi? Tani jam trajneri i ekipit blu. Dhe si jeni në raport me ekipin e Endrit gjithmonë? Fitoni apo humbisni apo barazime, gjithmonë ndajmë barazim në paqe. Okej. Pjesën ta le apo ta pjesën
Sa gola shënove? 2. Me të vërtet si u ndan nesër? Barazimi? Ti je me të kuqja me blut. Me të kuq. Jo, me të blu, më fal. Se na ka me. Kishit nesër duket. Jo, asnjëherë. Si u shkoj nesër? Akoma do të bëjmë ca nxemje. Do bëjmë një zëvendësim. Ca nxemje, po do të vazhdoj. Kemi lodhë. O, gol mamoja! Alex! Shpria. Nejse, nuk e shikoj. Ka drita. Si më bëu, si thot Bertaga? Skënderbeu for life, me Bertaga me morat e kuqta. Po çit pa.
bukur. Si do me fok.